Haxhi Zeir, Zotit nderoft, Allah shpërbleft, shumë faleminderit për ftesën e për syfyrin. Gjithçka në shkup është e mirë, alhamdulillah. Gjithçka bëhet e mirë në këtë vend prej mirësisë që kanë banorët e këtij vendi të mirë, alhamdulillah. Edhe kështu ndodh që Zoti në një vend të mirë si Shkupi na ka bashku në një muaj të mirë si Ramazani, në një kohë të mirë si syfyri, e krejt këto të mira bashk i ka bërë Zoti të mundshme kur muslimani rrin me njerëz të mirë. E muajin e Ramazanit, Allahu i madhëruar e ka mundësuar që njerëzit të fitojnë mirësinë më të madhe në të që është devotshmëria. E Allah i madhëruar në Kur'an ka thënë: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Që do të thotë o ju të cilët keni besuar, u është obliguar agjerimi, një lloj siç u është obliguar edhe popujve përpara jush, që ju të fitoni devotshmëri, që ju të bëheni të devotshëm. Dhe devotshmëria është ajo që rregullon, ruan dhe zhvillon në mënyrën më të mirë të mundshme jetën e besimtarit dhe marrëdhëniet midis besimtarëve me njëri tjetrin, por edhe marrëdhëniet e besimtarëve me njerëzit e tjerë që nuk janë musliman. Për këtë arsye muslimani i cili e fiton devotshmërinë e sheh jetën e tij të qetë, të begatë, të mirë, të bukur, aq sa edhe njerëzit që e shohin në rrugë habiten se sa i mirë është ky njeri, edhe kur nuk flet, ka urtësi edhe ka shembull të mirë tek ai. Dhe këtë të vërtet madhe të devotshmërisë, Allahu i madhëruar na e lidh prej në fillimet e Kur'anit. Ku thot Allahu i madhëruar: Dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ai është libri në të cilin nuk ka dyshim, udhëzim për njerëzit e devotshëm. Dhe nëpërmjet Kur'anit Zoti na ka udhëzuar në çdo aspekt të jetës. Ndaj edhe në vend tjetër Allahu i madhëruar e ka theksuar dhe e ka potencuar fuqimisht këtë element të rëndësishëm për jetën e njeriut, që është udhëzimi tek më e mira. Dhe thot: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ky Kur'an udhëzon tek ajo që është më e drejta, më e mira. Dhe duke qenë se muaji i Ramazanit është muaji i devotshmërisë, po njëkohësisht është edhe muaji i Kuranit, e ka mundësuar Zoti që nëpërmjet Kuranit dhe nëpërmjet agjerimit muslimani ta fitojë devotshmërinë. Kurani na tregon teorikisht se kush është më e mira, më e lehta për të qenë i devotshëm. Dhe Ramazani është shkolla praktike se si njeriu fiton kundër vetes së tij, se si njeriu arrin ta ndaloj, ta frenoj, ta privoj veten e tij nga gjërat të lejuara në përditshmërinë e tij gjatë muajit të Ramazanit, gjë e cila i jep atij të kuptojë se jashtë Ramazanit ka mundësi ta ndaloj veten, ta frenoj veten, ta largoj veten prej çdo gjëje të ndaluar apo prej gjërave të papëlqyeshme. Sepse devotshmëria në thelb nuk është asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa ti bindesh Zotit për gjërat që ka urdhëruar dhe të largohesh nga gjërat që Zoti ka ndaluar. Dhe e gjitha kjo
që njeriu ta ruaj veten e tij edhe nga hidhërimi i Zotit, edhe nga ndëshkimi i Zotit, ndëshkim të cilin Zoti e ka vendosur tek puna e keqe fillimisht. Çdo punë të keqe që bën njeriu, ajo është një formë ndëshkimi më vete. Pasojat e punës së keqe që i vijnë njeriut si rezultati të keqes që bën, është një ndëshkim për njeriu. Po jo vetëm pasojat që duken, por edhe pasojat që nuk duken janë një ndëshkim në jetën e kësaj bote përpara jetës së botës tjetër. Për këtë arsye njeriu, duke e kërkuar arritjen e devotshmërisë nëpërmjet librit të Allahut të Madhëruar, gjatë muajit të Ramazanit, i cili është muaji i Kuranit, duke lexuar Kuranin, po edhe gjatë muajit të agjerimit, që është po Ramazani, muaji i agjerimit, nëpërmjet agjerimit që është shkolla praktike për fitimin e devotshmërisë, njeriu ka mundësi që në këtë periudhë të shkurtër, 29 apo 30 ditë agjerim nga agimi deri në perëndim, t'i mësoj vetes atë që e ka më të vështirë, t'ia mësoj vetes gjatë 11 muajve të tjerë të vitit. Për këtë arsye, është e rëndësishme që synimi kryesor në agjerimin ton të jetë arritja në devotshmëri. Dhe arritja në devotshmëri duhet të ketë pikë orientimi tonën leximin e Kuranit. Për këtë arsye, adhurimi më i madh gjatë këtij muaji mbas agjerimit duhet të jetë leximi i Kuranit. Dhe fatkeqësisht vëmë re se tek ne muslimanët shqiptar agjerimi ka më shumë një frymë tradicionaleje se sa një frymë adhurimi. Për këtë arsye edhe leximi i Kuranit ka më shumë një qasje bereqeti i cili gati është i pakuptimt edhe për atë që e lexon Kuranin se si është ky bereqet i Kuranit, sesa merr kuptim nëpërmjet kuptimit të Kuranit dhe vënies në jetë të fjalëve të Kuranit. Për këtë arsye, ta kërkojmë devotshmërinë nëpërmjet dijes, nëpërmjet leximit, nëpërmjet kuptimit të asaj që lexojmë dhe nëpërmjet zbatimit të asaj që kuptojmë. Dhe nëse do rrisim nivelin e leximit të fjalës së Allahut të Madhëruar, por edhe të fjalës pejgamberit alayhis salatu wassalam, por edhe të tjerë librave të dobishëm në jetën tonë familjare, kështu siç jemi mbledhur së bashku në këtë syfyr, të mblidhet çdo njëri prej prindërve me bashkëshorten e tij, me fëmijët e tij dhe të lexojnë herë fjalën e Zotit, herë fjalën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, herë historinë e ndritur të dërguarit të Zotit alayhis salatu wassalam, herë libra të tjerë historie, e libra të tjerë të dobishëm për jetën tonë, do shohim që pas një muaji ne do jemi më të ditur, më të ndritur, do të jemi edhe më të aftë për të qenë më të mirë, por nëse kjo ndodh në një muaj, në një vit është edhe më e madhe arritja që do të kemi. Po nëse do ta bëjmë për gjithë jetën praktik tonën, që të bëhemi të devotshëm nëpërmjet leximit, kuptimit dhe zbatimit të asaj që lexojmë, ne me lejen e Zotit të Madh do të korrim suksese si në marrëdhënien tonë me Zotin, si në marrëdhënien tonë me veten tonë, si në marrëdhënien tonë me njëri tjetrin, si në marrëdhënie me ata që nuk i njohim, edhe Zoti na bëft të devotshëm dhe na bashkoft me të devotshmit në jetën tjetër. Edhe një herë shumë faleminderit për sofrën.